Mirë se erdhët të dashur Luan në letrat rrethejnë dhe leximin do ja bëj unë Diana. Pyetja ime ishte e ardhmja. Si do rrjedhim gjërat përpara, ta themi kështu, si të arrijmë këshillat që mund të marrim nga letrat për të arritur sa më shpejt dhe sa më ta them rrjedhshëm aty ku duam. E ardhmja e Luanit hapet me 8 të këmbanave. Kjo tregon që jeni futur në një angazhim, shumë detyra, përgjegjësi, jeni duke punuar, absolutisht Luani po punon, po merret me gjëra konkrete, por shpesh ndihet sikur po jep më shumë se sa po merr, sikur je vetëm në gjithë këtë proces. E ardhmja apo kjo letër të thotë, po, je në lëvizje, por duhet të përqendrohesh më shumë në diçka që ka më shumë rëndësi. Me njërë pasaj vjen një të lajthisë, që është asi, ku shfaqet një fillim i ri praktik, ide për punë, do t'japë sikur idera më apo rrethana më lehtësuese. Lehtësuese si ide për punë, projekt ose një mundësi që lidhet me sigurinë materiale. Kjo letër të thotë se diçka e re po mbillet tani, por kërkon durim dhe kujdes që të rritet. Një vazo me lule duhet ta mbajmë apo jo? T'jedhim ujë, ta shikojmë, t'i heqim gjethet e thara apo t'ja punojmë pak aty dhe unë. Çdo gjë pra duhet punuar, kujdes që të rritet. Pastaj lidhen me 6 të zemrave, ardhmja sjell kujtime. Një kujtim që mund të jetë nga e kaluara, mund të jetë një kthim, një person që dëshiron të kthehet, mund të jetë dëshira juaj që të kërkon të kthehet nga e kaluara, ose ndjenja nostalgjie. Pra, mund të kthehet një person në një situatë ose thjesht një ndjenjë vjetër. Kjo letër tregon se jo gjithçka nga e kaluara është e keqe. Por kësaj radhe duhet parë me sy të rritur, nga mësimi që kemi marrë. Absolutisht. Jo siç ka qenë, se jo më kot është e kaluar. Pra, jemi rritur, jemi maturuar, kemi mësuar nga ajo, jo çdo gjë është e keqe që të kthehet, por që ta shikojmë dhe analizojmë në mënyrë komplet tjetër, të dashur Luan. Nga këtu kalojmë tek asi i gjethes ndryshe, apo një e gjethes. Kjo është qartësi mendore, pra me sy hapur, siç thash, me sy tjerë të shikoni të ardhmen apo atë të kaluarën për një të ardhme. Kjo është qartësi mendore, një vendim i ri, mënyrë e re menduarit, e ardhmja të shtyn të flasësh hapur, të mendosh më qartë dhe të mos e shtysh apo zbukurosh të vërtetën, të dashur Luan. Pastaj vjen dhe një as tjetër që kemi Luan kogja asër këtu, një i këmbanave, asi i këmbanave. Kjo letër tregon një fillim të vogël, emocional, ose një hap të ri që kërkon dhe këtu durim. Diçka po nisë ngadalë. Mund të jetë kthimi me një person nga e kaluara, mund të jetë kthimin në një situatë që keni humbur shansin, çfarëdo që të jetë, por po fillon me një, të them, ngadalë, nuk është spektakolare, por është e qëndrueshme. Dhe kjo është më rëndësi. Jo çdo gjë që fillon me bukuri dhe ëndra, iluzione, dhe përfundon shpejt. Unë personalisht preferoj gjërat e ngadalshme që nuk nisin në mënyrë spektakulare, siç e thashë, por është e qëndrueshme. Dhe kjo letër të thotë, mëso tani dhe do korrësh më vonë. Të dashur, leximin e mbyllim me 4 të zemrave. E ardhmja të paralajmëron për mbyllje emocionale. Nëse nuk je i apo e kujdesshme, Luan, mund të humbasësh një mundësi sepse je përqendruar ose shumë i lodhur emocionalisht. Kjo letër të thotë, hap syt dhe zemrën, mos refuzo pa e kuptuar. Kjo është thelbi i gjithë kësaj çfarë po ndodh. Pra, e ardhmja ecën e juaj kështu, mundësi e re,
punë, mundësi e re, kthim emocional, qartësi, pastaj fillimi i ngadalshëm dhe nevojë për vëmendje. Fokusohu, këshilla që mund t'ju jap, du t'i them fokusohu në atë që je duke ndërtuar. Mos në vlerëso fillimet e vogla, nga që ato rritën dhe bën të mëdha. Shiko të kaluar me maturi, jo me mall. Me sy tjerë, si që thash në fillim, merr vendime të qarta dhe mos u mbyll emocionalisht nga lodhja, sigurisht nuk bëhet kjo, nuk jepi shans çdo gjëje. Mos harroni që jo çdo mundësi vjen me zhurmë. Disa vinë qetë për të qëndruar aty. Të dashur Luan.